Rruga Beliqica është investimi i radhës i komunës së Gostivarit, me mbi 250.000 euro të ndara nga buxheti i komunës. Kjo rrugë do të riasfaltohet në tërësi. Punët kanë nisur që nga muaji qershor, nga qarkoret e kësaj rruge në afërsi të qendrës tregtare City Center, të cilat edhe përfunduan, kurse nga dje vazhdohet deri te ura e lumit Vardar. Nga dita e sotme edhe në një pjesë të bulevardit Goce Delçev ka filluar të largohet asfalti i vjetër. Punimet u ndërpren me kërkesë të banorëve, të cilët kanë bizneset e tyre në rrugën Beliqica. Pasi verës ata kanë më shumë punë me ardhjen e mërgjimtarëve. Kjo u pranua nga ana e komunës së Gostivarit dhe u premtua se punimet do të fillojnë në muajin shtator dhe dje punimet rinisën. Paraprakisht u inaugurua dhe investimi për riasfaltimin dhe rehabilitimin e plot të rrugës së Ilindenit. Vitin e kaluar edhe një pjesë e rrugës Beliqica u riasfaltua prej te ura e lumit Vardar deri te udhëkryqi para xhamisë së Rinis, e cila i kushtoi komunës 100.000 euro. Kështu gjendja e infrastrukturës rrugore në pjesën qendrore të qytetit është përmirësuar ndjeshëm, duke bërë më të lehtë edhe trafikun rrugor që ishte i mbingarkuar.